Një ndër gjërat që askush nuk më foli për paslindjes ishte që një ditë thjesht e sheh veten dhe nuk e njeh më plotësisht. Dhe këtu nuk i referoj më pamjes jashtme, por asaj që ndodh brenda teje. Trupi, mendja, mënyra se unë e shija veten, mënyra se ju e shihni veten, ka ndryshuar. Dhe në gjithë të proces ndryshimi, ne vazhdojmë të jemi të forta, vazhdojmë t'i tregojmë të tjerëve që po ja dalim, dhe mundohemi të jemi perfekte në rolet që kishim dhe në rolin më të ri që kemi, atë të mëmësisë. Dhe ndërkohë që mundohemi të jemi perfekte, harrojmë diçka shumë të rëndësishme. Harrojmë të pyesim si jam unë. Dhe mendoj se në këtë momente u mbasim paqen me veten. Është normale të jesh e lodhur, është normale të qash net dhe pa gjumë. Është normale të pyesësh dhe veten, a jam duke bërë mjaftueshëm për fëmijën tim. Ama diçka që unë mendoj që nuk duhet kur t'i lejmë të tjerë apo të pyesin veten, është kur do kthehesh si më parë. Unë nuk dua të kthehem si më parë, dua thjesht të jem versionin më i mirë i vetes time në këtë fazë të re. Që nëse ti je një mami, të lutem, mos e ngarko veten psikologjikisht, emocionalisht, fizikisht, për të arritur siç isha. Thjesht shijoje këtë moment dhe bëu versionin jot më i mirë në këtë rol të ri të mëmësisë.